Kjo është një rrugë dytësore e qytetit të Shkodrës. Edhe pse jemi në prag të vitit 2016, teme problemeve të pasgjidhura dhe të përditshme vazhdon të mbetet infrastruktura rrugore. E tillë është situata edhe në lagjin 3 Heronjt, pranë rrugës Frank Bardhi. Familjarët e shumë shprehen se përveç premtimeve nuk është bërë asgjë konkrete. Stina Reshive të Shiut e ka përkeqësuar dukshëm lëvizje normale. Tash 25 vjet që bëjmë kërkesë për më na rregulluar tan kanalet e ujit zeza as ne bën ne premtojnë sa zgjedhës janë po bëjmë edhe asgjë s'është bën. Ka vëldana demi na kallon fjalën po fitova ka thënë një sigurt tash po shohim. Banorët me çakull se ditë gjasë kanë marrë. Nuk mund të kalojnë, nuk të lesi herë për fëmijët që shkojnë në shkolla, edhe pleqt që janë domethënë moshë e tretë nuk mund të çarkojnë këtë rrugë. Këtu nuk është interesu as kërkosh vetëm për kohë fushatave ne kanë premtuar, edhe gjë nuk është bën absolutisht, pasha me thënë gjë më vogël më. Ne kemi shtruar rrugën vetë, dy herë që kemi shtruar, edhe na kanë prish bile një herë na pikën kryesore që kanë edhe më të rrezikshme, kanë edhe ujnat e zezave si ne na myt me gropa kanë plas sipër. Kur kalojmë herë qyshën aty e poshtë e pa vetë janë gropat plot ujë mushet. Këtë pjesë e kanë shtruar vetë. Ka ardhur valtana këtu. E tha një rrugë tha do t'ja bëjmë. Rruga Frank Bardhi, e cila ka një gjatësi më shumë se 300 metër, i është hedhur 2 herë një shtresë çakulli në pjesë të ndryshme nga vetë banorët e zonës. Një problem jo pa rëndësi mbetet mungesa e kanalizimeve të ujrave të zeza, të cilat shpeshherë dalin në sipërfaqe. Sidomos mjaftonte gjendja e këtij aksi. Transformatori i zonës është totalisht i zbuluar, ashtu siç janë edhe kabllot e tensionit të lartë. Banorët kërkojnë vëmendjen e pushtetit vendor, teksa shprehen se kjo rrugë dytësore është mjaft e rëndësishme për ta, pasi shkurton distancën nga unaza lindore në qendrën e qytetit të Shkodrës.